Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Durrës në bashkëpunim me Drejtorinë Rajonale Tatimore Durrës organizoi paraditën e kësaj teje, një takim informues mbi ndryshimet e paketës fiskale 2026. Për kreun e kësaj dhome në Rita Ngolja, bashkëpunimi i bizneseve si dhe shoqatës së kontabilistëve me administratën tatimore është çelësi i suksesit për një marrëdhënie produktive mes palëve. Qëllimi i këtij takimi është t'ju njohë nga afër në ndryshimet e paketës fiskale 2026, të cilët kanë ndikim të drejtë për drejtë në veprimtarinë e bizneseve. Informimi i saktë dhe në kohë është thelbësor për marrjen e vendimeve të duhura dhe për shtatjen me kuadrin e ri ligjor tatimor. Në takimin informues, administrata tatimore Durrës përfaqësohej nga Kliton Tati, drejtori i shërbimeve të tatim paguesve, dhe Fatjon Sulko. Në sqarimet e tij të ustishme për kontabilistët dhe përfaqësuesit e bizneseve, drejtori Tati e vuri theksin në disa nga ndryshimet e bëra në ligjin fiskal, të cilat hyn në fuqi nga data 31 janar. Një nga detyrat që keni juve si kontabilist dhe si biznese janë që të rifreskoni ato të dhënat e postës elektronike. Pasi dhe dhëna informacioni postës elektronike është bërë zyrtare tani, është siç janë të dhënat e tjera adresa apo të dhënat e tjera, duhet dhe posta elektronike është informacion zyrtar. Në momentin që është i gabuar, përveç sanksioneve që ka për biznesin, por ka dhe problematikën sepse nuk do të shkojë informacioni i duhur. Me ndryshimin që bën në nenin 40 të ligjit procedurave tatimore, përcaktohet që të gjithë këto tatim pagues të cilët punojnë online kanë detyrimin ligjor që të paraqesin në faqen e tyre online NIPT-in, emrin e biznesit dhe adresën e tyre të saktë. Brenda këtij viti, administrata tatimore dhe ajo doganore duhet të fshin nga bilancet e tyre çdo borxh që kanë bizneset, të cilat janë krijuar përpara 31 dhjetorit të vitit 2014. Nga paqja fiskale, qeverisë Rama përfitojnë më shumë se 200.000 biznese debitor. Në sqarimet e tij, drejtori Tati deklaroi se marrëveshja mes biznesit dhe tatimeve nuk është e detyrueshme, por ai nënvizoi përfitimet e subjekteve nga kjo nismë. Të gjitha ato biznese të cilat duan të hyjnë ke paqja fiskale, i përcakton që ai duhet të deklarojë një fitim për vitin pasadës, pra nëse po marr shembull shumë thjesht, nëse për vitin 2025 fitimi i tij ka qenë 1 milion lekë, ti që thot 18% më shumë. Pra, nëse ti deklaron që për vitin 2026 unë do të kemi një fitim 1.180.000 lekë, pra 18% më shumë se viti i kaluar, atëherë do të hyjmë në marrëveshjen e paqes fiskale. Këstet do të bëhen për këtë, për 1.180.000 do i pagush, dhe keni lehtësi, nuk do kondolloheni, plus një lehtësi e dytë është që nëse ti nga 18% fitimi të shkon 30%, deri në 18%, deri në 118%, pra do të shkoj me 15%, dhe sa diferenca 12% si plus, ai fitim që del mbi këtë asaj do të atohet me 5%. Gjatë takimit, pjesëmarrësit adresuan shumë nga pikpyetjet e tyre mbi ndryshimet ligjore në paketën fiskale, për shqetësimet e kontabilistëve dhe bizneseve lidhur me ndryshimet ligjore që nuk janë në tagrin e Drejtorisë Rajonale të Tatimeve, u rekomandua nga kryetari i dhomës Rita Ngolja dhe drejtori Kliton Tati, që ato të përcjellin institucioneve respektive me shkresa zyrtare.